22 dhjetor. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj, shpresoj që të mos jetë paradë foltore, po të jetë protestë reale. Ja kanë thënë që qasja di Rumania, Bullgaria, Bangladeshi, Kevi. E mbani mend Kevi në sheshin Mejdan, se si me çadra, me zjarre, por mbështeteshin nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Shpresoj që kjo mbështetje të fillojë të ndihet në Shqipëri. Fillimisht dua të shpreh respektin tim maksimal për një figurë të madhe të Radio Tiranës, Ismet Bellova, i cili ka ndruar rjet moshën 91 vjeçare. Profesori im i nderuar, njeriu fisnik. Ti do të mbetesh gjithmonë me zërin tënd melodios, zëri real i Radio Tiranës. Edhe pse në një sistem të mbyllur, në një sistem diktatorial, zëri i Bellovës jep të shpresë si një dritare pikërisht përmes sportit me botën me emocionet. Janë dy personazhe ose tre po të them, Ahmet Shqari i pari, të cilit i detyroi gjithçka, Bellova dhe pa diskutim Besnik Dizarit, paruar Tufën, Dilaverin, Nexhat Gjuzin, të gjithë ata që më hapën dyert në gazetari. Por fillimisht ka qenë Xhelila Liu të emisionet e fëmijëve në radio. Regjisor Dimitër Gjoka, pa diskutim nuk mund të lirim zallën që më hapi hapësirë të rubrika sportive, dhe Ylli Pepën, regjisorin e famshëm. Pra gjeta një çast dhe të gjithë këta bashkohen bashkë te një emër i madh, Ismet Bellova, i cili mu bashkua kur unë kërkova në Fokus që t'i hiqi emri që Malstafa stadiumit kombëtar, dhe Bellova mbështeti, zot sa sharje ka pasur nga të majtët, po ti u bëre ti ke qenë i yni. Bellova ishte i madh, takosha shpesh me të, edhe kur vinte në Amerikë. Demokrat, pa diskutim. Ai tipi, në thonjza bayraktar në kuptimin pozitiv të fjalës, një njeri që përfaqëson të dibrën, fisnik, dhe një zë që nuk do të harrohet për gjithë ata që kanë ndjekur futbollin. U pret në paqe Bellova i madh. Pa dje një foto të turpshme të ambasadorit Begajt dhe të qeverisë Rama në Washington. Kishte dalë fotografi me Marco Rubio të dy me gratë. Veshja jo protokollare, qëndrimi jo protokollari i turpshëm. Janë ato takimet e fundvitit ku sekretari i shtetit fton përfaqësuesit e vendeve të huaja, trupit diplomatik, dhe këtë radhë ka vendosur të bëjë atë foton e famshme 2.3 sekonda, 2.4, ja po shkojnë 8 sekonda. Dhe ti e shet si takim. Mashtrove vjet kur the e ftova zotin Rubio dhe pranoi të vinte në Shqipëri, kaloi një vit. Prap vazhdon e fton. Nuk e pasur aq kohë ke përmendur Nën Terezën. Nuk bëhet diplomacia me kinezërira. Natyrisht duke pasur një ministre si Spiro Pali, me cilën do merrem gjatë me investimet e fshehura, aksionet e një nga oligarkët më të urryer në Shqipëri deri në Kanada. Në fjalorin rrugaqëror të Ballukut, ku ai thot, më falni për Palloshi, Agasi ka shkuar tipikisht në mënyrë mafioze, Capo, El Capo, Capua, dhe janë përgjimet më dha në zyrën e tij. Grup i strukturuar kriminal. Në atë ballo që Rama organizoi me trupin e huaj diplomatik, nuk pash përfaqësuesin e zotit Trump të rrez. Informacionet janë që ajo s'ka qenë. Game over. Game over. Asnjë zyrtar amerikan që vjen nuk takon. Në zyrën e saj s'ke shkuar. Ajo arrin të takojë dhe partinë nga 0.5-0.3% si sheh, ty jo. Dhe fundi e ka kaluar cakun. Ti mund të mburrësh se GDP-ja është rritur shumë në këto 13 vjet, po nuk është merit e qeverisë, është merit e biznesit privat që investon, që rrezikon. Dhe ti kur vjedh nga ato taksa $10 miliard në vit, dhe vjedhjet janë skajore dhe çdo gjë dele në përgjime, nuk e shpëton dot pastruesen që të erdhi nga Athina. Duhet të japësh llogari tek partia jote, pse e shkatrove PS-n, pse largove profesorët, dhe ftove gjithë të tabor këshilltarësh, këtë harrem politik e unukësh, dhe ti vazhdon si bufon dhe si klon. Lapaj proteston, e mbështes. Pak njerëz nuk ka rëndësi. Kështu nisi gjithkund nga pak. Mesazhi është i qartë, game over. Nuk mund të vazhdosh të vjedhësh më atë vend. 1 milion e ke larguar, sa të kërkon të largosh ende. Dhe si një grup i strukturuar kriminal,
300 apartamente, një lëtyr, një mediokre, motra e saj, kunati e saj, partnerët e saj, dhe u kam thënë që milionët e pistat saj vinë deri në Amerikë. Ato 2 jate që kanë kapur tregon që ka pasur letër porosi këtu, sepse çunat e palloshit e nanës thuhet që ja kanë blerë. Apo kalesat miliona dollar drejt Michiganit. Por ky vend di çdo gjë. Akullësia dhe ftoja që ka administrata tregon qartë që shumë shpejt unë shpresoj të ketë qëndrim të hapur. Natyrisht që për vende të vogla se interesi është minimal, departamenti ka thënë nuk do të bëjmë deklarata publike për vende ku nuk preket interesi kombëtar direkt ose interesa financiar. Por Rubio, i cili në atë fotografi me ambasadorin ton, po ta shikoni me detaje, ka diçka që nuk shkon. Rubio numrin e këpucës e ka shumë të vogël, 37, për këpucët e vesh 41. Rubio nuk e ka fuq, edhe pse ka 2 poste, këshilltari i sigurisë kombëtare dhe sekretari i shtetit, ende nuk po shpalos dot platformën e magës, platformën e djathtë. Dhe Trump nuk e ka pyetur fare kur ka shkarkuar 30 ambasador të karrierës, ktheuni. Normalisht ka qenë 10 deri 20% emrime politike, Trump ka kaluar 90%. Kërkon platformën e tij, s'ka asgjë të keqe. Por problemi me Trumpin është dosje Epstein, problemet shëndetësore dhe kush do të pasojë. Gjithë Vance po bie, po ngrihet Donald Trump Jr. Skandaloze. DeSantis, Rubio, por ka dhe figura tjera. E djatha duhet ta mbaj këtë vend ta shpëtojë nga shkatrimi i majtës. Shkatrimi i majtës është kërcënim i madh. Unë shpresoj se fryma e djathtë do të vijë tek ne. Do vi patjetër. E dini ju që ka mungesë lirie fjale deri në Francë, deri në Angli. Këtu në Amerikë me kushtetut lerohet liria e fjalës në government, por tek privatët nuk ka liri fjale. Media është e majtë. Në dark, natën, vetëm 2% janë analistë djathtë. 98 janë të majtë. Dhe vazhdojnë hedhin vrerë ndaj Trump, idiot, narcisist, nazist, kusar, hajdut, në fakt, fëmijët e tij të llastuar dhe Kushner po e turpron vjedhin, kanë miliarda, do të merret kongresi me të nëse humbet Partia Republikane. Është problem i madh. Është problem i madh sepse Trump dhe ka drejtë, ajo platforma e strategjisë kombëtare ku i thotë Europës ti po largon, po shkatron civilizimin perëndimor. Qytetërimi perëndimor ka lindur në Greqi në shekullin e 8 para Krishtit, ku rreth 1500 qytet-shtete dolën nga një epokë e errët analfabete 400 vjeçare. Dark. Ky kaos pësoi rënje të plot. Mbas kulturës të Greqisë mikenase. Por ajo që u rishfaqi ishte qeveria kushtetuese, racionalizmi, liria shprehjes, autokritika dhe tregu i lirë, ajo që ne e njohim sot si themeli i një qytetërimi unik perëndimor. Republika Romake trashëgoi dhe e përforcoi modelin grek. Për 1000 vjeçar, Republika dhe Perandoria Romake pasuese përhapën kulturën perëndimore, e cila përfundimisht u bë e pandashme nga krishterimi. Nga Atlantiku në gjirin Persik, nga Rini dhe Danubi, deri në Sahara, ishin 1 milion milje katror sigurie, prosperiteti, progresi dhe shkence, deri në rënien e Perandorisë Romake perëndimore në shekullin e 5 pas Krishtit. Deklarata e strategjisë së Trumpit mund të ketë metët e saj, po ajo përballet me krizën qendrore të Europës. Ekipi Trumpit me të drejtë e quan vetvrasjen qytetare të Europës. Shpresojmë që të mos jetë tepër vonë. Ajo që pasoi ishte një epokë e errët kur Perandoria Romake perëndimit. Një epokë e errët e dytë europiane, avërsisht nga viti 500 deri në vitin 1000 mbas Krishtit. Popullsia u zvoglua, qytetet u gryen, rrugët, ujësillësit dhe ligjet romake u shembën. Në vend të provincave të vjetra romake, u ngritën krerët fisnor dhe feudalët, ndërsa dikur ligji romak kishte mbrojtur edhe njerëzit rural në zonat largta, gjatë epokës së errët, muret dhe guri ishin e vetmja mënyrë
për t'i mbajtur njerëzit e sigurt. Më në fund të shekullit XVIII, vlerat dhe njohuritë e vjetra të botës komplekse të qytetërimit greko-romak u rishfaqën gradualisht. Rilindja nga dalt u fuqizua më vonë nga humanistët dhe shkencëtarët e rilindjes, reformimit dhe përfundimisht nga iluminizmi evropian 200 vjeçar i shekujve 17-18. Amerikanët e sotëm nuk besojnë se qytetërimi ynë aktual mund të vetëshkatërrohet për herë të tretë në Perëndim dhe të ndiqet nga një epokë e errët e tretë e varfër dhe brutale. Po çfarë i shkaktoi këto kthime të mëparshme në tribalizëm, humbjen e shkencës, teknologjisë dhe sundimit të ligjit? Historianët përmendin disa shkaqe të kolapsit shoqëror dhe sot ato janë të njohura në mënyrë të frikshme. Ashtu si njerëzit, shoqëritë plaken, vetkënaqësia fillon. Puna e palodhur dhe sakrifica që ndërtuan Perëndimin krijojnë pasuri dhe kohë të lirë. Një begati e tillë merret si e mirëqen nga brezat e mëvonshëm. Ajo që krijoi sukses përfundimisht injorohet, madje edhe tallet. Shpenzimet, konsumi te kalojnë të ardhurat, prodhimin dhe investimet. Rritja e fëmijëve, vlera tradicionale, mbrojtja e fortë, dashuria për atë dheu, feja, meritokracia dhe edukimi empirik zhduken. Klasa e mesme e qytetarëve autonom zhduket. Shoqëria ndahet midis disa zotrinjve dhe shumë fshatarëve. Merrni mendime dhe komente rreth kësaj. Filozofia fisnore, lidhjet para qytetëruese të bazuar në racë, fe ose pamje të përbashkët rishfaqen. Qeveria kombëtare coptohet në enklava rajonale dhe etnike, kufit zhduken. Migrimet masive janë të pakontrolluara. Shfaqet mallkimi i vjetër i antisemitizmit. Valutat fryen, humbin vlerën dhe besimin ndaj saj. Vrazësia e përgjithshme në sjellje, të vrazhd, të folur, veshje, në etik zvendëson normat e mëparshme. Transporti, komunikimet dhe infrastruktura bien të gjitha. Fundi është afër kur ilaçi i nevojshëm shikohet si më i keq se sa smundja. E tillë ishte jeta rreth vitit 450 pas Krishtit në Europën perëndimore. Perëndimi bashkohor mund të ngrej flamur të kuq alarmit ngjashëm. Lindshmëria ka rënë shumë 9-2 në pothuajse çdo vend perëndimor. Borxhi publik po i afrohet niveleve të paqëndrueshme. Dollari dhe euro kanë humbur shumë nga fuqira e tyre blerëse. Është më e zakonshme në universitete të mallkosh se sa të nderosh dhuratat e së kaluarës intelektuale perëndimore. Megjithatë, aftësitë e leximit dhe analitika perëndimore të zakonshme bien. A mund të operojë ose kuptojë popullsia e përgjithshme, makinat dhe infrastrukturën gjithmonë më të sofistikuar që krijon një grup elitar inxhinierësh dhe shkencëtarësh? Qytetari humbet besimin në një elitë shpesh të korruptuar, e cila as nuk do të mbrojë kufit e kombeve të tyre dhe as nuk do të shpenzojë parat mjaftueshme për mbrojtjen kolektive. Kurat përçmohen. A guxojmë të adresojmë deficitin në rritje, borxhin e paqëndrueshëm dhe burokracitë dhe të drejtat e korruptuara? Edhe përmendja e reformës njëlloset si lakmitare, raciste, mizore, fashiste dhe naziste për Trumpin. Në kohët tona, relativizmi zvendëson vlerat absolute në prodhimin e frikshëm të perandorisë së mëvonshme romake. Teoritë kritike ligjore pohojnë se krimet nuk janë të vërtet krime. Sot, teoria e racës kritike postulon se e gjithë shoqëria është fajtore për paragjykime të fshehta, duke kërkuar dëmshpërblime në para dhe preferenca në pranim dhe për punë.
tribalizm sallat zvendëson asimilimin, akulturimin dhe integrimin e meltit pot e enës vjetër kur shkrieshin këtu në Amerikë. Pavarësisht një Amerikë bashkëkohore shumë të pasur, shumë të lirë, shumë më shkencore, a ishte më e sigurt të ecë në rrugët e qytetit ose të merrje metron në vitet 60 se sa sot? A janë nxënësit e shkollave të mesme sot më të mirë në matematikë se sa në vitet 70? A janë filmat e sotëm më argëtues, më fisnik se në vitet 40? A janë familja bërtham me 2 prindër, norma aktuale, sot apo në vitin 55? Jemi të bekuar, jetojmë gjatë, më të shëndetshëm se kur. Edhe pse shoqëria më e madhe për rreth nesh duket se lëkundet. Po, perëndimi historikisht është unik në vet introspektiv dhe vet kritik. Reforma dhe rilindja historike janë më të zakonshme se sa zbritja në epokat e errta. Por ilaçi për të ndaluar rënien kërkon unitet, ndershmëri, guxim, veprim, virtyte që tani mungojnë në mediat sociale, në kulturën popullore dhe në klasën politike. Dhe, po qoftë se bëjmë paralele, edhe me Shqipëri kjo po ndodh me Ramën. Ka 13 vjet, epokë e errët, 1 milion vet të larguar, anti-shqiptar, varshavian zemër, organizat kriminale, partia vazhduese e Hoxhës. Enough is enough, game over. Shporu, largohu, ose do të kesh fundin e diktatorëve, dhe çifti kryeministror çdo ditë ngjan si Ceaușescu. Fundi dihet. Kudo në Shqipëri.